Qytetarët e Strugës, por edhe turistët dhe pushues ankohen se Struga është duke përjetuar kaos në trafik për shkak të mungesës së vendeve për parkim. Kaosi është rritur më tej ditëve të fundit për shkak edhe të festës së shtetërore të 2 Gushtit dhe lidhjes së pushimit me fundjavën. Duke e kërkuar mënyra parkimi, qytetarët po i lënë makinat edhe në mes të rrugës apo në sokakët dytësor. Po në Struga shumë pak parkime, në kohën e turizmit kemi shumë probleme, duhet të parkojmë në rrugë, ose edhe ati ku parkimi nuk është parkimi i sigurt, kemi shumë probleme. Qytetarët kërkojnë që pushteti lokal dhe ai qendror të angazhohen në zgjidhjen e kësaj rrëmuje në qytet, por edhe në ndërtimin e vendeve shtesë për parkim. Me ardhjen e gjithë gurbeçarëve dhe turistëve, në këtë sezon këtu shkaktohet me të vërtet një kaos i madh i komunikacionit. Në çdo qosht të qytetit ka edhe parkinge dobët, tani parking nuk mund të furnizohet që ta qerrë tash. Ta parkinge jo për qytetarët e Strugës të parkojnë, jo për gjithë Maqedonisë, për gjithë Evropës tash ka. Nga komuna e Strugës shprehen se me ndërtimin e rreth rrotullimit të ri në udhkryqin për në Qafthan dhe rrugës për në Diber, është shkarkuar një pjesë e madhe e trafikut në hyrje të qytetit. Për momentin, edhe pse në periferi nuk shfrytëzohen, domethënë mjaftueshëm parkingjet të cilat i ofron qyteti, të gjithë qytetarët insistojnë që të arrijnë me vetura fiks deri në qendër qytetit. Kjo bën që kjo të ngarkojë dhe unë patjetër duhet konstatoj këtu, policia e komunikacionit nuk e kryen punën ashtu siç duhet ta kryejë. Edhe pse kemi kërkuar në disa raste që ato dalin dhe sigurisht që ato parkimet që janë bërë në vendet pa lejuara të merr dënimin respektiv i cili duhet ta bëjë. Zëdhënësi i sektorit e punëve të brendshme të Ohrit, Stefan Timoski, thotë se e gjithë policia rrugore është angazhuar në rrugët në qendër të Strugës dhe në pjesët e tjera të qytetit. Policia po vendos edhe gjoba në rast kundërvajtjesh drastike. Në Strugë momentalisht ka rreth 1000 vende parkimi. Me planin e detajuar urbanistik janë parashikuar 600 vende nëntoksore parkimi. E ngjashme situata është edhe në Ohër, ku numri i vendeve të shënuara për parkim është vetëm 976.